24 shkurt. Ngriuni për vendin tuaj. Media amerikane përsëri ka sulmuar liderin global. Shqipëria nuk meriton antarësimin në Bashkimin Evropian nën Edi Ramën. Kështu shkruan të dje Washington Examiner. Artikulli fillon që shumë progresist dhe internacionalist në të dy anët e oqeanit kanë mbështetur zgjerimin e Bashkimit Evropian. Rritja e antarësimit nuk sjell gjithmonë paqe. Kremlini justifikoi pushtimin e Gjeorgjisë nga Rusia në vitin 2008, si dhe pushtimin e Ukrainës 4 vite më parë, me paranojen e vet në lidhje me përpjekjet perëndimore për të zgjeruar antarësimin në Bashkimin Evropian. Logjika pas antarësimit është se BE-ja është një klub ekskluziv, kërkesat e cilit për antarësim sjellin paqe, krijojnë siguri. Problemi është se zyrtarët europianë shpesh I japin përparësi mendimit të dëshiruar për mbi realitetin. Prandaj Gjermania për një kohë gjatë mendonte se varësia nga tubacioni Nord Stream 2 dhe gazi I saj rus ishte një ide e mirë. Brukseli mendonte se presidenti turk Erdogan ishte një demokrat I ndriçuar që kishte lënë pas mbështetjen për islamizmin radikal. 3 dekada më parë, zyrtarët europian ja morën dosjen e Iranit të Washingtonit duke argumentuar se dialogu kritik I ndriçuar I Europës mund të bënte më shumë për të kufizuar ambicet bërthamore dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit nga Irani se sa diplomacia cowboy në stilin amerikan. Udhëheqësit e Iranit I trajtuan europianët si idiot dobishëm që supozonin sinqeritetin e thirrjeve për një dialog të qytetërimëve dhe dinin se mund të ecnin përpara. Asnjë nga këto gabime nuk bën të drejtë, por Europa refuzon të njohë ata që pretendojnë liberalizim në ndjekjet pushtetit. Ndërsa progresistët shpesh kritikojnë udhëheqjen konservatore në Hungari për tendenca jo liberale dhe antidemokratike, ata mbeten të verbër ndaj abuzimeve në rritje midis antarëve aspirant me prirje të majtën. Washington Examiner vazhdon. Rasti I fundit është Edi Rama, kryeministri 4 mandatësh I Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dikur një vend pro-amerikan, në një trajektore për të zënë vendin e saj në botë si Singapori I Europës, Rama në vend kësaj ka zgjedhur një rrugë autokratike të modeluar sipas Turqisë Erdoganit. Ai ka përdorur një forcë antikorrupsion të financuar nga Amerika për të burgosur kundërshtarët e tij politik. Dhe gjithashtu ka një marrëveshje për pasuritë paluajshme duke filluar nga Alex Soros te Jared Kushner, ashtu si dhe industrinë e re të legalizuar të marijuanës në Shqipëri. Freedom House, shkruan Washington Examiner, etikon Shqipërinë si pjesërisht të lirë, një renditje të njëjtë me Hungarinë. Megjithse e rendit perceptimin e korrupsionit, Shqipëria është më poshtë se Kuba, pas një rënje në renditje vitin e kaluar, vështirë se një cilësi që BE-ja duhet ta kërkojë te një antar. Presidenti I Këshillit Evropian Costa është I verbër ndaj rënies së Shqipërisë në diktaturë dhe kleptokraci. Washington Examiner vazhdon. Ai ka thënë se Shqipëria I përket Bashkimit Evropian. Në maj, Costa tha se Shqipëria dhe Malizi po tregojnë rrugën si pararendës zgjerimit. Një surrealizëm I tillë nuk I ndihmon shqiptarët ose BE-n, por I bën pengesat më të vështira, ndërsa Rama arrin në përfundim se mund të dyfishojë diktaturën. Delegacioni I fundit I BE-s në Shqipëri erdhi një vit pas arrestimit të kryetarit të bashkisë. Rama është kthyer në një diktator. Për një kohë shumë të gjatë, udhëheqësit europianë kanë mbështetur Ramën, shkruan Washington Examiner. Po ashtu,
edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, ku burokratët e karrierës në Byron e Europës kanë ndjekur politikat e tyre të vetë miratuara në dëm të interesave më të gjera amerikane. Fatkeqësia që rezultoi u shfaq plotësisht në takimin e Bordit të Paqes javën e kaluar, kur Rama doli jashtë skenarit për të mbajtur një diatrib rreth gjyqit të ish-presidentit Kosovës Thaçi në Hag, një detaj i pasur duke patur parasysh qëndrimin e Ramës ndaj drejtësisë së pavarur. Një çekulli më parë, BE dhe SBA injoruan rënien e Turqisë në diktaturë, duke mbuluar korrupsionin në rritje dhe sulmin ndaj demokracisë nga Erdogan. Sot Europa ka një sponsor të terrorizmit në kufirin e saj. Pyetja është nëse Brukseli do ta përsërisë gabimin e tij, duke përqafuar një udhëheqës që tregon përbuzje për diçka për të cilën BE thotë se qëndron. Pra, përsëri, Rama sulmohet nga Washington Examiner, që i ka thënë më parë Noriega, lidhet me Sinaloa. Washington Examiner është një revistë e përjavshme konservatore dhe natyrisht nuk e ka forcën e Washington Post apo New York Times, por shkrimet tilla përfundojnë te desk oficeri i Shqipërisë dhe personat që mbulojnë Shqipërinë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, FBI apo CIA. Rama duket se ka nisur një luftë me të gjithë dhe kjo ka problemet nga ana e tij mendore, se pse hetimet si nga FBI, por dhe SPAK kanë shkuar afër familjes së tij. E turpshme ishte ajo që ndodhi me Bordin e Paqes. Ministrja e jashtme, e cila firmos ministri i jashtëm, ka publikuar dje një paçavure, një trakt ratifikimi, po e ka shkruar gabim, për Bordin e Paqes dhe thotë që ja kemi dërguar qeverisë amerikane. Kujt? Në ç'departament departament është dërguar kjo letër? Bordi i Paqes nuk është organ i qeverisë amerikane. Gjërat fillojnë të sqarohen. Në Davos kanë ftuar Begaj. Rama kur disi kalimin në parlament dhe Begaj ka firmosur një dekret që Rama përfaqëson Shqipërinë. Megjithatë në Davos nuk shkoi. Teknikisht, Rama dhe Shqipëria nuk është antar themelues i Bordit të Paqes, sepse ata që ishin themeltar të Bordit të Paqes firmosën të gjithë me Trumpin në Davos. Ka dy mënyra për pranuar tek Bordi i Paqes. Këtë e tregoi Netanyahu, i cili pranoi me vonesë, erdhi në Washington, nuk dënjoi Trump të firmosë me Netanyahu, por Netanyahu firmosi me Rubin. Rama nuk tregon a ka firmosur tek Bordi i Paqes, sepse paçavurja e Spiropalit është 3 ditë përpara se Rama të vinte në Washington. Është kjo thjesht, kjo tregon që Bordi i Paqes nuk është serioz. Dhe jo më kote majta dhe shumë analistë dhe djathtë e quajnë Bordi i Turpit. Ka disa opsione. Rama mund të justifikohet me firmosjen e Spiropalit dhe ka hyrë tek ajo foto. Ose mund të ketë firmosur me një nivel shumë të ulët sekretare, sepse në qoftë se Rama do të firmoste me Rubin, do të ishte takim, çka nuk ngjalл. Ramës ja kanë refuzuar të gjitha kërkesat për takim në Washington. Ka pasur vetëm një takim me dyert mbyllura tek Atlantic Council, think tank radikal i majt, me sponsorizime të mëdha nga Soros. Ky është fakt, e din të gjithë. Ndërkohë, u pa qartë që ftesa ishte nga Kushner, sepse ai e prezantonte, askush nuk e njihte. Dhe Kushner duket se po vjedh gjysmën e Shqipërisë. Është diçka gri tek Sazani, arabët janë larguar, Kushner sekretar ishte, dhe sulmohet shumë për vjedhjet dhe korrupsionin masiv në Ukrainë, në Gaza. Natyrisht që
me ndrimin e Kongresit, do të fillojnë hetimet. Kushter nuk ka pasur certifikat sigurie. Nuk ka ende. Dje presidenti Trump ka folur tek State of Union. Pra kur presidenti drejtohet të dy dhomave të Kongresit, përfaqësuesve dhe Senatit. Është i gjithë shtabi i përgjithshëm, janë edhe antarët e gjykatës supreme, por nuk kanë qenë të gjithë dje, sepse Trump ka filluar me fjalorin e tij. Ka folur 108 minuta. Për herë të parë, ky lloj fjalimi është mbajtur në vitin 1964. Tani të thua që foli bukur Trump ose keq, duhet të thënë që fjalimi i shkruar nga fjalim shkruesit ishte i mirë ose i keq. Presidentët nuk shkruajnë fjalime. Ka njerëz të paguar që shkruajnë për ta. Unë kam njohur një prej speechwriterëve më të famshëm, Dana Rohabar, njohur prej The Guardian, i cili ka shkruar disa nga fjalimet brillante të Reaganit, siç është rasti i murit Berlinit. Por të gjithë thonë fjalimi i Reaganit. Siç do thonin Clintonit. Në këtë fjalim Trump ka qenë sulmues nga demokratëve. Demokratët disa herë kanë thritur gënjeshtar, është një lojë e vjetër. I vetmi moment bashkimi ishte kur prezantuan disa nga fituesit e medaljes së artë në hokej të ekipit amerikan. Trump thotë që është ekonomia më e mirë në të gjitha kohrat. Faktet nuk janë kështu. Po për 10 muaj duket që trendi është që ekonomia të ristartojë. Trumpi tha që unë trashëgova një ekonomi katastrofike. Në javën e parë, kur Trump hyri në Shtëpinë e Bardhë, inflacioni ishte 3%. Sot është tek 2.4, 2.5. Numri i papunëve është shtuar me zotin Trump. Natyrisht që inflacioni me Biden shkoi deri në 10% në vitin e dytë, por ra. Trump e ka mbështetur gjithçka tek tarifat. Janë 170 miliardë dollar, mbas vendimit të gjykatës supreme, çdo kompani ka të drejtë kërkojë rimbursim. Ka vendosur 10% tarifa shtesë. Por tani kjo ka nevojë që të aprovohet nga Kongresi, nëse jo, mbas 150 ditëve bien. Në lidhur me Iranin, Trump tha që unë dua të bëj bisedime diplomatike me ta, por përfaqësuesit e Trump janë dy njerëz që s'kan asnjë njohuri nga diplomacia, ndërtesa Gjiu Witkoff dhe i llastuari Kushner. Ka shkuar një tretë armatës, janë rreth 20.000 ushtarë amerikanë, dhe nëse godetja do të jetë e tmerrshme. Një rol nxitës ka Irani. Trump foli për emigracionin, për mbylljen e kufive dhe ju tha: nëse ju mendoni se është më mirë të mbrojmë në shtetasit amerikanë se sa ilegalët, çonin këmbë dhe duart trokistët. Asnjë demokrat nuk u çua. Akuza ishte, mbasi foli Trump, foli guvernatori e Virginias, ish oficer i CIA-s, e cili tha që ky president nuk punon për amerikanët. Ajo që quhet përballimi i kostos, që Trumpi thotë është një nocion i shpikur nga demokratët. Dhe ky president ka nxjerr rrugëve një polici e pa trajnuar që arreston qytetarë amerikanë ose ata që aspirojnë të jenë amerikanë. Pika e fortë e Trumpit ishte pikërisht kur flet për wokizmin, transgjinorët, ku është forca e tij më e madhe. Natyrisht që aksionet në Wall Street janë më mirë se kur. Janë shumë 108 minuta. Natyrisht që mënyra se si Trump flet më shumë përçan se sa bashkon. Fjalimi duhet të jetë për bashkim. Rreth 60% e amerikanëve mendojnë se Amerika është e përçarë. Pollet e aprovimit janë shumë të ulta për presidentin Trump. Por kjo ka qenë gjithmonë. Trump
folim shumë për ekonominë, sepse kërkon që të dërgoj një mesazh për zgjedhjet e mes mandatit. Natyrisht një vit është pak, por sa herë që republikanët vinë pushtet, qoftë edhe me Trump që dikur ka qenë demokrat, ekonomia merr një ngritje. Por qasja e tij për tarifat nuk është reganiane. Dhe është një fakt tjetër që edhe pse janë mbledhur 170 miliard nga tarifat që urrëzuan tani nga Gjykata Supreme, përsëri deficiti tregtar nuk ka rënë. Pra kompanitë amerikane kanë importuar. Nuk ka shkuar kosto direkt te blerësi amerikan, por është mbajtur nga importuesit. Nuk kanë paguar eksportuesit, vetëm 4%. Trump thotë se paguajnë ata, nuk është kështu. Demokratët thonë që çdo familje amerikane, si pasojë e tarifave, ka paguar mesatarisht $1.700. Në luftën e shifrave, Trump ka shanse që të shkojë drejt zgjedhjeve të nëndorit me të dhëna ekonomike në rritje. Nëse GDP-ja fillon të ngrihet, mendohesh 4 deri në 5%, por në janar pati rënje, republikanët do të kenë shanse të thyejnë atë rregullin e zakonshëm që presidenti humbet Kongresin. Nëse humbet Kongresi, nisin hetimet ndaj tij dhe sekretarëve të departamenteve. Nëse humbet dhe Senatin, presidenti 2 vjet të fundit nuk ka asnjë pushtet. Për të mirën tonë të Shqipërisë dhe të Ballkanit, duhet një republikan në shtëpinë e bardhë. Media e djathtë, e cila përsëri e sulmoi Ramën, duke thënë haptas që Shqipëria nuk meriton të hyjë në Bashkimin Evropian në drejtimin e Ramës. Duke thënë që Europa nuk duhet të tolerojë atë gabim që bëri Erdogan, tregon qartë që e djathta amerikane Ramën e shikon si thjesht një bufon. SPAK ka dhënë mesazh me familjarët e Ballukut dhe shumë letas do të shkonin drejt Surrelit me familjarët e korruptuar të kryeministrit shqiptar. Shumë deputet socialist kanë filluar të thonë që në shtator Rama largohet. Nuk e di se si. Mund të kërkoj pazar. Por në këtë lloj arrogance si delirant, duke mos dorëzuar një të korruptuar që rrezikon 35 vite burg, ai është rrethuar nga lindat që ka shumë gjasa t'ia thrasin gjitha në SPAK. Protestat për çastin janë e vetmja armë ndaj një të keqe të madhe që vazhdon pastron miliardat e dollarëve në ndërtimet pas skaj. Ajo vizita me helikopter në Vlorë, ku rrugët e Shqipërisë janë prishur, tregon që ai është barkas ose bashk investitor i fshet me ata që vinë në Vlorë. Ishin nga Katari, ishin arab, ndërkohë që ti kërkon ose synon, aspiron të hysh në perëndim, pastrimin e parave, miliardave e bën me arabët. Jo më kot shkon në këto vende ku kërkon të shes aksionet e fsheta që ka me oligarkët shqiptar. Në radaret e agjencive amerikane ka kohë që ka rënë. Ja them edhe një herë, $200 milion të pastruar në ishujt e parajsave fiskale, sipas zyrës Odirit në Tiranë, është shumë pak nga transfertat e familjarëve të tij në AB Bank. Aty është gropa e tij. Kudo në Shqipëri
Shqipëri.